Përfaqësues shqiptar që deri tash udhëheqën me komunat veriore janë në pritje të udhëzimeve nga qeveria për mënyrën se si do të veprohet me vendimet dhe me dokumentet e ndjeshme që i kanë nxjerrë pasi t'u dorëzojnë detyrat kryetarëve nga lista serbe. Kryetari i Zveçanit Ilir Peci e përmendi mundësinë e largimit të dokumenteve nga objekti komunal, por që se nuk ka pranim dorëzim zyrtar të detyrës, e të cilën ai tha se lista serbe paralajmëroi se do ta refuzojë. Me dëshirën time asnjëherë nuk ja lë dokumentacionin dorën e tij pa u bë pranim dorëzimi. Mirë, po nëse qeveria e Republikës Kosovës veç e merr atë vendim, me alon, prap do të më respektu ligjet e Republikës Kosovës. Ma herët po, mirë, po nuk e kena marrë ndonjë vendim përfundimisht. Ai shprehu droj se dokumentet e ndjeshme mund të keq përdoren nga kryetarët e rikthyer të listës serbe. Po janë dokumentet e ndjeshme, do të thotë mbrana kësaj kohe na kemi arritë veç vendimet të mia sekretar komunë diku përveçsisht 2300 vendime mund nxjerr, plus në për çdo drejtori është në dokumentacion i cili ka të nderime, ka të pranimi i zyrtarëve. Kryesuesi i Kuvendit Komunal në Mitrovica të Veriut, Nexhat Uglanin, tha se udhëzimet pritet të merren pas përfundimit të balotazhit, teksa përmendi paralajmërimet e listës serbe për rikthem të shumë vendimeve. Lista serbe, sipas deklaratave publike që i kanë dhënë, të gjitha vendimet do t'i rrezojnë përmes kuvendit. Se di si po mendojnë ta bëjnë këtë, por besoj se ministria do t'i ketë përgjigjet adekuate, sidomos për kuvendin komunal, që është i autorizuar për vendime. Do të provojnë, por nuk mund të kthehet situata në anarki siç janë mësuar. Të njëjtit që kanë dhënë ndërheqje janë rikthyer prap, edhe kryetari, edhe delegatët e kuvendit. Ata e dinë se si udhëhiqet komuna, por në anarki edhe në bashkëpunim me krimin. E ministrin e detyrë i pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, tha se gjithçka është e paraparë me ligje dhe me udhëzime administrative, ndërsa kërkoi që të dërgohen pyetje me shkrim për sqarime lidhur me dokumentacionin e këtyre komunave. Në zgjedhjet lokale të 12 tetorit, lista serbe e ruajti dominimin në komunat me shumicë serbe, duke fituar pa balotazh dhe do ta ketë shumicën në kuvendet komunale në Leposavić, Zveçan, Mitrovica të Veriut e Zubin Potok. Me urdhër të Beogradit zyrtar, në nëntor të 2022-s, lista serbe që larguan nga institucionet e Kosovës, duke bërë që për më shumë se 2 vjet, komunat në veri të udhëhiqen nga kryetar shqiptar.